Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka intensifikuar hetimet për zëvendës kryeministren Belinda Balluku. Në kuadër të këtij procesi, oficerët e BK-s dhe prokurorët kanë kryer 34 kontrolle të plota ndaj personave të afërt me Ballukun, përfshirë Sindi Dushkun, shefin e kabinetit të saj, si dhe banesat dhe bizneset e 2 biznesmenëve të përfshirë në hetime, Ilir Shtufin dhe Rok Gjoka. Hetimet kanë përfshirë gjithashtu kontrollin në banesën e zyrtarëve të mëparshëm të Ministrisë së Infrastrukturës dhe kompanive në varësi të saj, përfshirë Viola Haxhiademin, ish sekretare e përgjithshme e Ministrisë dhe aktualisht drejtori i Keshit, Gentian Gjylin, ish drejtori i ARSH-s dhe Eral Telezin, ish drejtori i Keshit, të cilët ndodhen në masa sigurie. SPAK synon të paraqisë prova të reja në kuvent për heqjen e imunitetit dhe autorizimin për arrestimin e Ballukut, por majoranca socialiste ka refuzuar dhënien e lejes, ndërsa kryeministri Edi Rama ka deklaruar se do të ndërmarrë hapa pa vendimin e gjykatës kushtetuese me 22 janar. Hetimet vijojnë intensivisht, ndërsa kontrollimet e fundit tregojnë përfshirjen e një rrjeti të gjerë personash dhe interesash të lidhura me zëvendës kryeministren.